Prokuroria e Tiranës I ka kërkuar autoritetit kombëtar të ushqimit të sqarojë rrethanat dhe arsyet e zhbllokimit të aktivitetit të kompanisë Orial në pronësi të Alma Tafanit, pasi e bllokoi më herët gjatë hetimit administrativ për skandalin e helmimit të 56 studentëve të Akademisë së Policisë. Përfaqësuesit e akuzës së kryeqytetit që po ndjekin përgjegjësitë penale për këtë ngjarje të rëndë, I kanë kërkuar akuzës dokumentacionin e kontrolleve kur subjekti Orial u bllokua, si dhe materialin mbi të cilin është marrë vendimi I dytë për heqjen e kësaj mase ndaj kompanisë që siguron ushqimin catering për policët e rinj. Prokuroria e Tiranës gjithashtu si pjesë e verifikimeve për skandalin, mësohet se ka sekuestruar kartelat e 56 studentëve të Akademisë së Sigurisë, të cilët u helmuan nga ushqimi, dhe I ka dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për analizat të detajuara. Grupi I hetimit ka kërkuar gjithashtu dokumente që tregojnë nëse është kryer më herët apo jo gjurmëshmëria dhe kontrolli I ushqimit dhe produkteve të kompanisë Orial. Prokurorët kërkojnë të zbulojnë nëse ka pasur kontrolle të tjera dhe cilat kanë qenë rezultatet e tyre. Për këtë qëllim, pak ditë më parë, është marrë në pyetje Ersid Hasanllari, ish drejtori I Autoritetit Kombëtar të Ushqimit për Tiranën, I cili u largua nga detyra pas skandalit të helmimit të studentëve si dhe drejtori I Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor. Skandali I helmimit të studentëve të Akademisë së Sigurisë u shënua në 7 maj, kur 10 prej tyre kërkuan ndihmë mjekësore, ndërsa një javë më pas AKU konfirmoi helmimin, pasi kishin ngrënë makaronat të cilat rezultuan me Escherichia coli dhe stafilokok. Ndërsa subjekti Orial u gjobit me 1.500.000 lekë për ushqim të pasigurt dhe kushte higjieno-sanitare thuhet në vendim. Administratorja e kompanisë Orial, Alma Tafani, u shpall në kërkim policor me njëherë pas skandalit dhe mbetet ende në arrati.